Live from Tirana. Live from Tirana. Mirë, rikthehemi sërish në program pas intervistës me Xhulian Urën këtë herë për të ndryshuar komplet atmosferë dhe për të diskutuar në studio me një djalë shumë interesant, i cili për vite me radhë ka jetuar në disa vende të ndryshme të botës, si do na sqaroj ai, dhe ka vendosur të rikthehet në Shqipëri për të ushtruar profesionin e tij. Është Tiranë, zonja dhe zotrinj Erik Birko në program, personal trainer. Mirë se vjen në Live from Tirana. Faleminderit për ftesën. Shumë studio e bukur. Mund ta çoj mikrofonin. Mund ta çosh mos i mikrofonin që ti je më rehat dhe të flas më lirshëm. Okej, super. Si je ti? Mirë si gjeta? Je edhe shumë i gjatë, kështu që Përpiqemi sa mund. Erik, të ke jetuar në disa vende të botës apo jo? Kam lindur jashtë, kam lindur në Gjermani. Ke lindur në Gjermani, më pas? Më pas po thjesht 17 vjet në Greqi. Okej. 2 me 19 e 90 kur filloi kriza, babi gjeti mundësinë të ikë te halla në Itali dhe u spostuma ne. Aha, pra ke jetuar në 3 vende të ndryshme të botës, i ditë i posedon të treja këto gjuhët, gjermanisht, italisht, greqisht? Po, të treja këto plus 2 tjera. Që janë? Më thënë tani, italisht, anglisht, gjermanisht, shqip dhe greqisht. Interesante, por më vjen mirë në fakt që nuk e ke harruar shqipen dhe e posedon shumë mirë. Prindit, babi sidomos, ka pas gjithmonë kështu bezdit të flisja sikur të një fjalë greqisht në shtëpi. Edhe mami ka qenë ajo që gjithmonë më jepte atë mundësinë që të praktikoja dhe gjuhën më tepër përditse, më tepër babi ishte në punë, kupton? Ndërkohë, ti merresh je instruktor në palestër, aty ku bëhet fitness, aty ku është trendi i momentit, sepse të gjithë me keq ushqyer janë që është gjithandej vërdall, kanë kile të tepërta, kanë trup jo të tonifikuar dhe kanë shumë nevojë për palestër. Tani që jemi në verë, njerëzit mendojnë që palestra bëhet më e vështirë, mund të bëjmë pak palestër sepse është vap, mirë po gjithashtu është një sezon ku mund të përfitojmë për të humbur më shumë kilogram. Më shpjego pak sa e rëndësishme është të bëjmë palestër gjatë verës dhe a është më efektive se gjatë dimrit? Tani është një fakt është që ti gjatë verës lodhesh më tepër sepse normalisht tu qenë më nxehtë, rajt e zemrës çohen edhe trupi nxehet më tepër dhe normalisht edhe kur ti merr frymë më rënd. Këto gjëra domethënë të ndikojnë shumë se shumica e njerëzve harrojnë që duhet të shkojnë orët e herëta në palestër, për shembull ora 8 deri 11 themun e mëngjesit është mirë dhe ose ora 8 e darkës. Edhe zakonisht shkojnë në drek ku s'është palestra me njerëz sepse thonë okay, më bosh më mirë dhe po, duan atë që ti jetë palestra bosh dhe janë më rehat. Po pse është kaq shumë e rëndësishme të vazhdojmë palestrën edhe gjatë verës, kur shumica në fakt tentojnë të pushojnë? Po tani ti shkon për pushime, për të bërë pushime ku diun verore, jo për të pushuar komplet në regjimi jot, se tani shumë veta thonë okay, do shkoj 2 javë pushime dhe ai shkon 3 muaj haron palestrën që ekziston, Edhe ka raste klientët e mi për shembull jemi stërvitur ku diun 8 muaj, 9 muaj, kemi bërë gjithatë punë dhe do ikëm një javë. Ajo java bëhet 2, bëhet 1 muaj, 2 muaj, pastaj vjen dhe thotë, euro prapë në para, domethënë. Pse të hedhësh në plera gjithë atë punë që ke bërë, kjo është pyetja. Kush janë gabimet më të zakonshme që njerëzit bëjnë në palestër gjatë verës? Çfarë duhet pasur parasysh? Më rëndësishme është uji. Domethënë ka shumë njerëz të cilët harrojnë të pinë ujë, edhe sepse tani ke me teknologjinë 1000 aplikacione që edhe të kujtojnë të pish ujë. Okej. Edhe ka raste që sa ujë ke pi, bëj pyetje, 2-3 gota. Si mund të pish 2-3 gota kur ti në dimër duhet të pish 2 litra, kupton? Jo më në verë që duhet ta kalosh atë. Është e papranueshme të pish 2-3 gota. Absolutisht. Para ndërkohë dhe pas palestrës duhet të hidratohesh ndërkohë, se trupi humb kriprat, mos gjatë stërvitjes që temperaturat e jashtme janë shumë të larta, edhe lagështira, domethënë ka punën e vet. Ky është një nga gabimet pra më të shpeshta që bëjmë, po tjetër çfarë? Higjiena. Harrojmë që ka lagështira baktere dhe nuk pastrojmë asnjëherë se nuk marrim peshqira me vete. Nuk pastrojmë vendin ku stërvitemi dhe zakonisht ke edhe këto periudat që ti do të shkosh me pushimet kape temperatura 39 gradë, ç'a ndodhi? Normal. Kur është vendi pisët, diçka do të gjej. Nuk ushqemi siç duhet. Për shembull, si duhet të ushqemi siç duhet gjatë verës? Lehtë, do të lasa më lehtë, normale. Proteinat, do them proteinat e bardha, peshk. Që proteinat e bardha janë peshk, peshku, pula, ti mund të hash pastaj veza, absolutisht. E bardha vezës. E bardha. Është më e lehtë. Pastaj duhet të pish elektrolite, të cilat janë kripra me pak fjalë, është zgjat shumë, të cilët ndihmojnë që ato elektrolite, kriprat që ne djegim gjatë ditës, sepse ne
që ta serojmë elektrolit nuk mund të gjejmë në kripën që i hedhim sallatës, apo ja. Jo, mund ta gjesh në kripën Himalaja, në Himalaja, edhe në kripën e detit, sepse kripa e sallatës është e përpunuar shumë, e ka ngel, sa më tepër ka zbardhus, duket e bukur në sy. Po aq nuk është se ka ne vlerë ushqimore. Mund të them dhe recetë po desha. Po shumë thjesht. Do merr got 500 ml ujë. Okej. Një maj krip Himalaja ose deti. Okej. Një lug mjalt, një çik limon edhe kjo ndihmon për elektrolit natyral. S'ka nevojë të blesh natyral, pra nuk ka nevojë të shkosh në farmaci. S'ka nevojë të këto ngjyrat blu që them unë, lëngjët në ngjyrë blu pjetë. Sa ndikojnë temperaturat, ti e ceke pra temperaturat e të larta, vetëm sot termometri do të shënojë gati 36 gradë Celsius dhe lagështira për të rritur rrezikun për dehidratim dhe përveç ujit, se ka njerëz që nuk e kanë shumë qef ujin, por si mund ta marrin atë nga produktet e tjera, për shembull kastraveci ka shumë përqindje uji, shalqini, piepri, frutat. Frutat përgjithësi kanë edhe për shembull si them, supra, po supra tani ta hash ti supë verë. Me thënë të drejtën, mbrëm isha në një restorant për darkë edhe doja të konsumoja diçka të lehtë, më vajti mënoj të supa, pastaj pashë. Kuptova që ishte një vape të mërshme dhe është çik vështirë të hash supë në verë. Po këtu është edhe diçka, po të vesh re për shumë shtetet arabe, robët pin çaj. Sepse çaji na që krijon atë nxehtësina brenda i bën të djersiten e me djersën freskohen. Kështu që është një thik me dy pres. Normal që të nxeht kur e konsumon, por pastaj të ndihmon. Të ftohesh. Se ne harrojmë që djersa nuk është dobësim, por është freskim. Trupi jon djersit që të freskohet, jo që të dobësohet. Domethënë edhe kjo është një gabim. Njerëzit mendojnë sa më tepër të stërvitem, duhet të djersim më tepër dhe vishen dhe shumë trash. Do të vishen lehtë. Do të vishen lehtë. Patjetër. Kësho njerëz në palestër, Erik, që po, kjo që thua ti vishen trash, madje janë ca veshje kështu trend që i bën online për të djersitur me zor, sepse mendojnë që ashtu do të humbin më shumë peshë. E gabuar si teori? Marketing. Se për shembull edhe te videot e mia për shembull që hedh ose te social, ngella duhet të thonë mos përdorni plasmase, mos përdorni korse se përveç plas vape nuk është se ka ndonjë efekt. Se tani korsea ndaloi se përdori 1920-ën, u bë më 2025 tani. Për një arsye ndaloi 100 vjet, kupton? Kështu që më mirë është të vishesh lehtë, të ulësh, më thonë mos bën që të bësh 2 orë stërvitje, bën 1 orë. Bëj intensitetin e mirë dhe të harrojnë njerëzit që në verë është koha e dur që të mësosh teknikën. Fokuso te teknika, se do stërvitesh. Uli çik peshën. Tani, ka njerëz që nuk mund ta gjejnë motivimin gjatë verës për të bërë palestër. Por mund të bëjnë në mbrëmje liçenin e Tiranës artificial rreth e qark, me ecje normale shkon diku tek 60 minuta. Ka efekt? Normalisht që ka efekt, se ti jetu dje kalori, man trupin në lëvizje. Rekomandohet 20 minuta të paktën në periudhë vere që mos të bjerë trupin në gjumë, ta them kështu. Të hecës tani ti kur bëj 60 minuta është perfekt. Është perfekt. Po vetëm zgjidhni oraret që nuk ka shumë vallë. Mbrëmje. Besoj që në mbrëmje shumica ose herët në mëngjes, po dhe herët në mëngjes tani është problem. Por sidoqoftë, ti, një klienti tënd do të sugjeroje që në këtë kohë me temperatura të nxehta të shkonte në palestër herët në mëngjes apo natën vonë, apo janë njësoj? Vetëm në qoftë se palestra nuk është e kondicionuar, nuk ka air kondicionim, domethënë, se tani që shpresoj të kenë shumica. Besoj shumica kanë. Është e mira të shkosh, se ajo varet nga personi, nuk është një orar që thotë tani është më mirë, tani është më keq. Por dikë është më mirë mëngjes, për dikë darkë. Mjafton të jetë më fresk. Të jetë freskët. Po. Mos harrojmë edhe grumbullimin tepër të njerëzve, në një ambient vogël si palestra, se ne avullojmë. Po, patjetër. Avullion krijon një nxehtësi, kështu që të shohin edhe ato oraret ku ka fluks, të evitojnë fluksin në tepër. Të evitojnë fluksin dhe fundjavat janë perfekte kur të gjithë mund të jenë në jug, në dërmi. Jo mund të shkoni në palestër, ndërkohë që ato do shtojnë në dhjamin tek barku i tyre. Jo mund të shtoni muskujt. Shkojmë në reklama. Erik, kush di të bëjë më mirë palestër, italianët, grekët, gjermanët? Domthon kush e ka më shumë në prioritet palestrën apo shqiptarët? Italianët. S'kan pa njerëz më të fiksuar. Jo fiksuar, dedikuar. I pëlqen ajo dolce vita që kanë aty, parasysh. Duan të duken të bukur. Ushqen mirë, vishen mirë, mirëmbajnë. Ti shef, zonjat mund të jenë 70 vjeç, majt bicikletës, shko tjetër për çaf. Edhe bicikletën e kanë shumë fiksim. I pëlqen shumë. Interesante, por dëgjoj, duhet të thonë që vera të mbelos pak temperaturat e larta.
Domethënë shumica e njerëzve anullojnë takime për të dalin për drek, se është vap. E sidomos Tirana, një qytet i mbi populluar me mbi 1 milion banor, por nga ana e gjeografisë është i vogël. Që dim ne. Kaq dim ne, është shumë i nxehtë, ka shumë beton, ka shumë makina dhe temperaturat janë shumë të larta. Si ta ruaj motivimin gjatë verës për të bërë aktivitet fizik, jo me dojë mos palestër? Nuk është të thënë që ti tani të stërvitesh 1-2 orë. Ti mund të rish edhe më pak. Thjesht thuaj vetes tënde, okay, do shkoj. Trupi im është si shtëpia ime. Po se mirëmbajta, gradualisht do prishet. Kupton? Kështu që, sidomos ata që janë stërvitur tër vitin, është gjunaf për 1-2 muaj po. Ka nga ato që janë stërvitur që vitin, por ka dhe nga ato që thonë që po e nis palestrën në qershor, që në korrik të mos kem celulit, vitet e mia të duken bukur, thon gocat në jug, a arrihet kjo me 1 muaj? Do të bëj pyetje. Mëson të ti një gjuhë huaj për 1 muaj? Ja. Fiks. Asnjë femër nuk e kap dot për 1 muaj. As ne që jemi profesionistë. Tani nëse ke një Rolls Royce mund ta kapësh për 5 minuta, po nejse, kjo është. Por si ta kapim dhe ne për 5 minuta. Okej. Nuk ka. Jo, nuk ka. Shumë vështirë. Jo e vështirë, pamundur, se më ngjin një kot. Nuk tani nëse ti futesh steroideve si ku diun. Like there is no tomorrow, si thot anglezi, po. Një efekt do ketë. Çfarë alternativash të tjera mund të përdorim gjatë verës, duke mos shkuar në palestër përveç vrapit të liçenit? Not në fakt. E harruan fare që është dhe koha perfekte për të bërë not. Pishin në verë, unë për shembull është gallat se kam një fiksim që mos ta lej veten post stërvitur, se një regjim kam gjetur tani ushtrimin not, ri ndet 20 minuta, ku diun, përpiqem të shoh mënyra të ndryshme me rezistencën e ujit se ku kap. Edhe bëj ato. Çdo kush mund ta bëj atë. Kjo është perfekte në fakt. Të gjithë ju që na dëgjoni edhe në fundjavë apo në javën tuaj të pushimeve që do të merrni, do të jeni në det, mos të mbeloseni, të rini vetëm në shezllon apo të hani crudo, por sa minuta not sugjeron ose të rish në det edhe të lëvizësh trupin aty. Po ti mund të rish në një vend edhe ku diun të lëvizësh krahët. Të vendosësh trupin në lëvizje. Po, çerek orë 10 minuta nuk duhet shumë. Se edhe ujë të lodhë, mund të pësosh ngërca më kollaj në ujë sa kur hetën. Ose të heci në rër herët në qëtë, se rër është më rëndë. Në kështë një alternativë. Kërkon fort. Ose vrapo të qërë 20 minuta në rër në mëgjes, ose vondak, edhe të ndimon dhe jo. Ose në shpi. Tani në shpi, ti nuk shkon për të nejtë në shpi në verë, pra na jo verë, ashu. Me ardhjen e verës dhe rritjen e temperaturave, psikologët dhe psikiatrët diskutojnë që rritet numri i personave me probleme të shëndetit mendor. Sa ndihmon palestra në mirëmbajtjen e shëndetit tonë mendor gjatë verës kur temperaturat janë ekstremisht të larta? Nuk jam doktor, por me sa di unë dhe shoh klientët, se më tepër aty marr feedbackun, unë e di që kur ti stërvitesh truri të lëron endorfin, që është stimuluesi i lumturisë tonë. Kështu që nëse thot dikush që ka bërë vite studime, kush jam unë që t'i them, jo, nuk është fakt. Kështu që stërvitu që trurit ta bëj atë gjë. Edhe të ndihesh. Ka një trend të ri në Tiranë së fundmi, Erik, për një dobësim të shpejtë. Dhe kur flas për dobësim të shpejtë, flas për injektimin e disa shiringave që shpesh quhen Ozempic, apo se kishte dalë diçka tjetër tani në treg, dhe për perifrazim, për ato që na dëgjojnë, unë çdo lloj personi që ma kërkon si këshill i them jo, sepse edhe pse Ozempic ka mbi 10 vite në treg, OBSH-ja nuk e ka konfirmuar ende dhe Ozempic është një ilaç që ka dalë kundra diabetit. Sa të sigurt janë këto njerëz që vendosin të dobësohen në mënyrë ekstremisht të shpejtë, duke humbur 20 kg, 30 kg me anë të shiringave? Sa në rrezik vendoset shëndeti këtyre personave? Ti tani do stresosh trupin shumë shpejt, më thënë për të dobësuar, kur ti thuhet që 2 deri në 3 kg në muaj duhet humbasësh, që është, domethënë, mënyra e dur. Tani 10 fishja sajt normalisht ty të bën dhe keq, por Ozempic me sa kam dëgjuar se po përpiqem ta mësoj si ilaç. Ka filluar të përdoret shumë më tepër. Shumë, kanë dalë tani edhe kështu materiale të reja që thonë të bën keq në tru. Shumë njerëz i ka bërë depresiv, domethënë sa i ka çuar edhe në mendje që të vrasin veten, domethënë. Në momentin që OBSH-ja nuk po jep okein, diçka ka që të cilën njerëzit duhet edhe të mendojnë, jo gjithmonë rruga e shpejtë është rruga e dur. Më tepër, më mirë gradualisht, ta rish aty ku duhet avash se sa të bësh një shpërthim ekstrem edhe po e le, do i marrësh mbrapsht ato kile, se nuk është se ti je mësuar të stërvitesh, kupton? Ose më keq mund të bësh një gjë vetes.
E tmeshme. Kështu që njerëz bëni aktivitet fizik, në mos palestër, bëni ecje, bëni not, lëvizni, kështu që kjo është shumë e rëndësishme. Çfarë ushqimesh sugjeron në verë përveç shalqinit apo ujit që është që na the? Çfarë duhet pasur parasysh gjatë verës për të konsumuar? Sallatrat janë shumë font i mirë për të hidratuar trupin ton. Salatë e shile, tomatja, kjo, njerëzit që kanë probleme me stomakun të rallojnë ushqimet acide, që kanë acid lart. Kurse për karbohidrate, se ato janë në fundit benzina janë, do thosha orizi është shumë fond burim i mirë karbohidratesh, deri diku kuskusi, quinoa, së fundmi që është masivisht në treg, edhe tërshëra. Tërshëra në mëngjes me një smoothie për shembull dhe ta kesh atë kollaj ta pish. Interesante. Dua Lipën e ke studiuar si e ka trupin të mirë? Të mirë. Bën palestra, bën aktivitet? Po, që t'jetë në atë formë, sigurisht. Ata njerëz duhet i marrim shembull se me çfarë programi mund të ketë ajo të ditën lart e poshtë. Interesante. Mirë, rikthehemi sërish në program në minutat e fundit për ditën e sotme dhe ky është një program i rëndësishëm për të dëgjuar nga të gjithë dembelat që nuk kanë ndërmend të shkojnë në palestër dhe ne vazhdojmë në studio me Erik, i cili bën palestër por dhe ndihmon të tjerë të bëjnë trupin e ëndrave. Kam një pyetje shumë të rëndësishme. Ndihmon aktiviteti fizik në nivel më të lartë performancë seksuale? Po. Pse? Te meshkujt për shembull, i rrit testosteronin. Sa më tepër ti, sidomos kur kalojnë vitet, sa më tepër sidomos kur stërvisin këmbët, se ne i neglizhojmë meshkujt, na ndihmon shumë. Domethënë interesante kjo, se këtë rritjen e testosteronit e dia, por veçanërisht aty nëse punojmë edhe me këmbët, ndikon më shumë në rritjen e testosteronit. Është muskull më i madh. Do më tepër mundim. Ne themi në Itali për shembull ne kemi kështu një thënë si gallat, po themi kur mashkulli stërvit pjesën e sipërme të trupit bë palestër. Kur bë këmbët, stërvitet. Stërvitet tamam. Po. Aty është 100% bull. Sepse edhe me menje shkojmë gjithmonë, kush i bë këmbët sot edhe do trupi. Po pse ju urren kaq shumë këmbë? Për shembull, më pëlqejnë stërvitja e këmbëve dhe është një lloj djegje muskuj e lezetshme. Lodhja. Lodhja. Mos ne meshkujt jemi çik për tat si njerëz. Po se di mua më shumë pëlqen të bëj këmbët, fjalë bie sa joksin. Je i special. Realisht special. Ti mendo tani diku sepse ne kemi edhe atë prezencë. Po vetëm rritja e testosteronit ndikon në performancë më të lartë seksuale? Te meshkull, nuk kam doktor, po te mashkulli di që testosteroni të ndihmon. Po patjetër, është në të rrit performancën ashtu. Kurse te femrat nuk e di si është ky pjesë, se janë. Por tani ti kur e mendojmë kështu. Kur ti stërvitesh për një kohë gjatë, mund të performosh për një kohë gjatë pa të marrë fryma, pa të zëndimet e mesit. Kështu që është ajo që jem praktik. Ose të kapni një gërsh në moment gabuar, kur dinë të ndalo. Interesante shumë, kështu që e di pse ta bëra këtë pyetje, se shqiptarët kur bëhet fjalë për seks gjithmonë janë kështu super të motivuar për të bërë gjëra në jetë dhe thash po e ngacmoj pak për t'i thënë një të vërtetë që palestra ndikon në performancë më të lartë seksuale, se ndoshta kështu motivohen. Shpresoj. Erik, unë të falenderoj shumë që ishe sot në Live from Tirana. Faleminderit shumë për ftesën. Edhe ishte një bisedë shumë e bukur. Faleminderit shumë edhe të uroj një të marrë të bukur në vazhdim. Gjithashtu. Këtu ndahemi edhe së bashku, duke ju falendëruar të gjithëve për vëmendjen tuaj nga DJ Klo dhe unë Ronaldo Sharka. Ju urojmë sa më lumturi në këtë të martë.